Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën me personalitetet në studio, ku do flasim sot për një temë shumë të bukur. Do të diskutojmë për një temë shumë aktuale. Grupi i grave Teuta nga Tetova mori pjesë në Albania Got Talent në Shqipëri, me që rast na përfaqësuan dinjësisht dhe na bën krenare dhe të mburemi të gjithë neve si shqiptar me performancën e tyre. Kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë kemi dy zonja nga ky grup, zonjën Flora Kasapi, përshëndetje dhe faleminderit që na jep gjithmonë energji pozitive në emisionin tonë. Faleminderit për juve që gjithmonë jeni të gatshëm për të na ndihmu, për të na mbështet për çdo gjë që ne kërkojmë. Dhe një respekt të veçantë për TV-kon, zonjën Xhemile, për ty e dashur gjithashtu, që na pret me buzëqeshje. Faleminderit shumë që gjithmonë na nderoni. Gjithashtu kënaqësi që të kemi edhe Anita Azirin, gjithashtu një mikesh tani më e televizionit ton. Faleminderit shumë Anita që ke ndarë nga dita yte për të qenë pjesë e emisionit ton. Faleminderit Ariana. Mos shtoj më tepër, shtoj gjithçka që duhet titja Flora. Faleminderit që çdo herë jeni të gatshëm për të na përkrahur në atë pjesën e artit në përgjithësi, domethënë që na përkrahni neve artistëve, po sidomos të kohën e fundit edhe korin Teuta. Faleminderit juve që na bëni gjithmonë që të mburemi me performancët e juaja edhe jashtë vendit, në këtë rast në Shqipëri. Atëherë të flasim pak, zonja Flora, me juve fillimisht për pjesën e asaj, përvoja juaj në këtë edicion. Më vjen ti përsëris fjalët. Po, sepse ka pasur shumë intervista. Para kësaj, po, në televizionin 21 në Shkup, edhe 21 i Kosovës, të shi, radhe i kartë të TV-kos, edhe uroj qytetarët edhe të dinë të shofin këtë emision. Përvoja, çuditërisht, në erdhi ftesë. E morëm si shaka, si ka mundësi, në rregull. U bë çka u bë dhe ne morëm rrugë, ushtruam me shkuam. Do me thonë, gjonët kur vinë të papritura dhe ti s'je e pregaditur, pritja ishte diçka madhështore më tepër se sa që ne menduam. Flasë në komplet si pritje. Si hotel njerë, sistemimin aty me dynet, me një hotel me 5 yje, organizimi pritja atje në televizion, mos flasim ajo ngrohtësia shpirtërore që është për mu shumë me vlerë, që na dha na pozicionuan ndryshe në një farë formë. Dhe me të vërtet, ky grup nuk kërkon nuk e di çka, por ka shumë nevojë për vlerësim. Dhe gratë në përgjithësi e duan këte. E duan. Edhe në përshtëpia, kur janë të vlerësuara, ndihen ndryshe, jo më në një institucion, apo në një grup, apo në një shoqëri. Dhe prandaj jemi falemnderuese që edhe në këtë moshë arrish të bësh një gjë për të cilën pastaj flasin të tjerët. Se të lavdrohesh vetë më duket pak sa nuk më pëlqen. Po kur flasin të tjerët për meritat, këtu ndihesh pak më e rahatshme, më komode, mama, edhe pse s'dush ndonjëherë ti besosh vetes. Megjithatë, komentet kanë qenë shumë të mira, edhe për juve personalisht, por njëkohësisht edhe për grupin. Dhe kjo të bën më shumë ndoshta që të vlerësohesh nga publiku. Apo që të ndjehesh më e plotësuar shpirtërisht. Pikërisht unë aty jam antare e grupit, nuk veçohem. Por se cila prej neve ka ato dhuntit e veta, sigurisht se po. Kjo pjesa që unë dalë në për televizione, nuk është dëshira ime të thush se jam e flakët për të dalë në televizion. Mirë po, nga se natyrshmëria ime është kjo, edhe një aftësi e kom për të komentuar më natyrshëm, nuk pregaditi skenar, dhe si dua skenarët, i dua pak ato kthesat. I du ishtë rahatshme, du t'jem e rahatshme kudo që jem, se nuk kom kohë të mësuj projekte mbasodi, dua të jetoj. Dhe kjo pjesë e bon më të letë për mua. Atë që përmendet më herët, gjërat e papritura, spontane, janë gjithmonë më të bukura.
Këte e dua gjithmonë, e kam dasht edhe ere, po tash si duket më është theksuar më shumë. Anita, të flasim pak për përvojën, eksperiencën personale tënde si grupi Grave Teuta në një edicion të tillë në Shqipëri, shumë e bukur, padyshim. Kyçja ime në grupin, do me thanë grupin Teuta, ka 2 vite që jam një ndër anëtarët më të reja të atij grupi. Të them të drejtën është një përvojë ndoshta edhe më e këndshme se kjo puna ime profesionale që unë po e bëj. Ka shkaku që aty ndjesh sinqerisht shumë bukur dhe shumë mirë në një aspekt shpirtëror, kur të themi e kam cek shumë herë në intervista, do me thënë kur je në prezencën e këtyre zonjave kaq të bukura dhe kaq që janë pozitive, secila me humorin e vet, haron problemet që i ke. Dhe thua jeta që ka shumë e bukur. A të vim dhe ne në këtë grup? Po, është e hapur dera për të gjithë, se jo, sinqerisht. Do me thënë, janë zonja të cilat pranojnë cilin do qoftë njëri, i them së pari, do me thënë nuk ka të ato parime se ti bën, ti s'bën, ti e mirë, ti e keqe. Po e kanë atë dhunti që ata të bëjnë për vete. Dhe të vjen puna që në aspektin tim, më falni, unë kur jam kyç së pari herë, kam thënë do shkruaj kësaj radhe, do me thënë për një përkraje për zonjat, dhe do e la. Do me thënë do vazhdoj në profesionin që e kam, me gjithë unë se kam lanë, profesionin, po ja, se ne la, kthehem prap, kur shkruaj në grup, profesori jetoni se sot kemi prova dhe krijon bashkëmëri, bashkëmëri të bukur. Jo me se lom ne. Prandaj do doja të toja. Dhe vërtet është një eksperiencë shumë e mirë për mua dhe udhëtimi që ishte në Tiranë, megjithëse shkova përsëri që t'i përkrah zonjat, po vërtet si thojnë nuk jam pishman që isha aty. Se ja kalova shumë bukur dhe pa shumë gjëna që këta zonja kishin një respekt të veçantë dhe u vlerësuan shumë mirë nga publiku, sidomos nga juria. Dhe vazhdon që ende të vlerësohen në për portale, në për komente të ndryshme, dhe kam vërej që në asaj dite, do me thënë, kur jemi paraqit neve, shiqyeshmëria jonë është më e madhe se të gjithë pjesëmarrësit që kanë qenë. Megjithatë, Anita, ti je së bashku edhe me nënën tënde në këtë grup. Kjo ata lehtëson apo ta vështirëson në një farë forme punën? E din si është, e thashat se normal nëna, mami duhet, respektohet, ka vendin e veçantë, po kur jam në prova, faktikisht e haroj që është aty. Se kam shumë nëna të them aty, dhe që sidomos janë disa zonja të cilat kanë profesione shumë të ndryshme, që këshillohem në shumë sfera, dhe me thonë, a më duhet diçka për shëndetësin, ke plot aty, më duhet diçka, do një ide të veshjeve, ke një zonja aty që çdo herë kujdeset për veshjen tonë, është ditja bushe, për veshjen e zonjave që çdo herë kur dalin janë me një stil të veçantë, dhe kthehem te Kërshia mbi torte. Që çdo herë më shtyn të luftoj për atë që dua. Në fakt, me mamin kom normal raportet si nën dhe bi, po aty jemi si shoqe faktikisht. Zonja Flora, nga e merrni gjithë këtë energji pozitive, që edhe të tjerët t'i motivoni në grup, të organizoni evente të ndryshme, të jeni ajo që e përmendëm pak më herët, qërshia mbi torte, ndoshta, e këtij grupi. Nga e marr energjinë. Jo, energjinë e kam, nuk e marr nga kërkush, nga se... Ju jap energji këtyre tjerëve. Bravo. Nga se energjinë e kam brenda. E di dhe besoj se jeta është e thjeshtë dhe ne e komplikojmë. Dhe unë e dua të thjeshtën. E dua të thjeshtën, e dua modestin, e dua të jem praktike, funksionale, e përshtatshme, ku të më fusish e gjej veten. Që do të thotë se unë e kam brenda atë energji dhe asnjëherë nuk jam vetjake, që mua të më vjen vetëm mirë. Unë sigurisht se para për vetveten mendoj dhe respektoj Florën, por gjithmonë duke e shpërndate në grup. Kush ka nevojë, sigurisht se po. Kur ka nevojë Anita,
për një bisedë, për një zbërthim, për një vetë zbërthim, aty jam, nuk e ankoj atë kohën që mund të hargjoj, apo me rëndësi të ketë një rezultat që unë të ndjehem mirë, se mirësin që e bësh ti ndjehesh mirë. Pa, sigurisht. E tjetëri si e pranon është problemi aty, se ka edhe shumë komente të kundërta dhe keq kuptohësh gratë plaka. Ka dalë në televizion, shetë mend, kush e di që a thonë. Kishte ca komente për mua, për shembull në televizion 21. Kush është ajo që po përmend xhamin? Në fakt edhe dua ta them kështu publikisht ato që ndëgjojnë dhe që kanë shkruajt, kush janë u boft mirë atyne që e kanë thonë. Ne prezantuam vlerat e qytetit Tetovës. Ne, sa do të jemi modest, ne edhim se Tetova është quajt si vend fanatik. Apo? Falë disa individve që kanë luftu për kulturë dhe sot kultura në Tetovë lullzon. Lullzon. Dhe ne e prezantum Tetovën në Shqipëri. Në Tiranë. Në rregull? Dhe në momentin kur ti thush nga Tetova, kemi edhe instrumentalistë që janë paraqit, djemë të mrekullueshëm me piano, me klarinet, dhe ato vërtet kënaqen dhe kanë një habi në vete. Dhe unë këte e kam thonë se Tetova e ka njofë se gratë e Tetovës dinë të shkojnë në xhami. Po jo për keq, se edhe unë di të shkojnë në xhami. Edhe unë kam besim, edhe e dua krijuesin tim. Dhe ato që komentojnë në këtë fush, vetë nuk janë besimtarë, se në islam nuk të lejohet të kritikosh, as të paragjykosh. Jemi në rregull? Prandaj apeloj, kur ta ndigjoj një fjalë, le ta analizojnë domethënien, jo vetëm t'ja fusin kot aty, për të mbush portalet, jo që ofendon, më vjen vetëm keq pse rinia të futet në për ato lojna, edhe të mos jetë pozitiv, domethënë ti paraqet veten tënde dhe vlerat tua kur flasish, kur shkruash e kështu me radhë. Se njeriu që ka vlera nuk ofendon. Patjetër. Në asnjë mënyrë. Aq më pak një besimtar. Të lutem, besimtari që s'vjen parasysh, po ato nuk e di çka janë, u boft mirë çka do të le të jenë, po le ta marrin mesazhin, se nuk është ashtu si duken gjonat. Veshin dëgjon ashtu si të pëlqen ty ta ndëgjosh, jo si e kam thënë unë. Qëllimi ndoshta ka qenë fantastik, me mënyrën më të bukur, por ti e ke marrë me antenat tua, ka i ke këto 5 që qëjnë, të zbadien e në të. Kjo është. Megjithatë, si u ndjet kur i morët le të themi pikët maksimale ose vlerësimin maksimal nga një juri profesionale në Shqipëri? Diqa, unë të shi emocionohëm, se ti del me një performancë, ti nuk e ndigjon vetë vetën. Tenton të jesh korektit, mos e ngatrosh zoni, se edhe mu herë mikën ke i pari, herë më ke i dyti. Nuk jam profesionaliste, unë e dua artin, e dua muzikën, dhe kjo e bën të bukur atë pjesë, por kur vjen aty mbarojsh ti dhe ndalesh, dhe vjen fjala e juris, dhe përpara ke 4 artist të përmasave të gjëra, po, 2 këngëtare që i dua shumë, e ke Agron Lakën o Zot që na ka mbajt me humor, po edhe e ke Kastro, edhe atë e dua shumë. Unë i dua njerëzit rebel në jetë, se vetë jam pak rebele. Në rregull, kur ato e presin me aq kënaqësi, me aq respekt, me aq, në moment ke turbulencë të emocionit, thush më ra, jemi ne as jemi? A jemi, po ne ishim, të gjallë ishim. Po. Fizikisht aty. Dhe, ndëgjo, edhe ai mikrofoni kur të vjen në dorë, ka emocion. Unë jam njëri që nuk emocionohem kështu, thjesht, as frigën. Edhe nësi gaboj, është njerëzore, e punë e madhe, gabojnë njerëz të mdhenjë, përveç se një Zoti që s'gabon, po ne këtu jemi të përmirësohemi dhe të gjithë kemi një mision në vete. Si do ta kryejmë është personale, gjithkujt. Kjo më pëlqen, për veten time më pëlqen, nuk shqetësohem, pse të shqetësohem? Nëse
Nëse pjesa më e madhe të lavdëron dhe ndjen kënaqësi, pse duhet të shqetësohesh? A duhet ndjesh e plotësume? Sigurisht. Sigurisht. Të lutem. E kishe edhe atë natyrshmërinë edhe gjatë kohës kur diskutoje edhe me Jurin, do me thënë, sa po fillon ato të flisni, ju me njerë kishit atë emocionin pozitiv që e përçonit. Kur s'ka skenar. Po, pikrisht atë që edhe e tha të më vjen herët. mikrofoni kështu pa prit mas në dorë. Unë s'kisha lidhje se çka do të them. Unë nuk e disha njerë qa pyetje do më shtrojnë ato. Edhe Castro e si Castro, ai nuk shtroj pyetje të rëndë, ai shtroj nga vjeni, kush jeni, e kështu me radhë. Edhe unë me atë humorin tim karizmatik, Castro thash, po pse më ti e kaq kurreshtar, pse kaq don të dish? Dhe këtu plasja i sherri i lumturisë thjesht, e pranoi shumë pozitivisht, dhe ai nuk e priti këte, dhe askush se priti. Megjithatë, Anita, ne nuk e pritëm edhe ndryshimin e tekstit të këngës. Moshe bukur kjo pleqëria, kujt ishte kjo ide ka që bukur? Kësaj afërmeje që është. Atë pjesën e, do me thënë, fundit, ku këndohet ai tekst, është i krijuar nga Titja Flora. Dhe ato në çdo, do me thënë, pjesëmarrje, qoftë ahenk, qoftë kudo qoftë, e këndojnë dhe mirë po në Tiranë ishte diçka që nuk e priste Juria dhe u habitën. U habita dhe kishte një moment ku Elsa Lila vdiqja mbarova sa e mirë që është. U mirë prit shumë mirë. U mirë prit shumë mirë dhe shqyqyeshmëria ndoshta edhe për atë pjesë është shumë më naltë se ku duhet të jetë. Faktikisht jo pse jo. Zonjat janë të talentuara. Me thënë mund të bëjnë atë që u jepet, që u servohet, për të ushtru dhe për të punu, ja arrin. Dhe kështu që është e merituar, besoj. Përryshim që po. Nga kjo ide për të bërë të ndryshim të tekstit? Apo për të... Unë gjithmonë e këm pas këtë pikë të dobet këtë këngë dhe gjithmonë e këndoja. Moshe bukur kjo rinia. Allah, Allah. Po unë jam plak, moj. Po pra, përshijoj sikur të jeme re, moshën. Duke këndu në shpithim, pa pëse se bëjmë moshe bukur kjo pleqëria? Edhe radhiten pas taj ato, vetë kur ti ke një emocion edhe pop, më doli kjo që doli, edhe pas taj u pranu edhe nga grupi Bukur Mirë, edhe u pranu nga gjithë audicioni, ku do që shkojmë kjo kënglen për shtypje. Të gjithë e mirë presin, se me të vërtet se ne e këndojmë vetë vetën. Edhe qka në kam vetë nga mbas kësaj moshe, bëjmë se famoj, ku të shkojmë, ku të shëtisim. Pikërisht, po. Anita, sa je kënaqur me këtë sukses? Mund të thuhet një ndër sukseset më të mëdha deri më tani që ka arritur në karrierën tënde? Tashi, ta ve në kantar karrierën time dhe pjesëmarrja ime në korin e grave, dhe më thënë veçojnë aty. Megjithse pasi këtu jam në grup, nuk jam vetëm, pa këtu jam vetë. Kështu që është arritje e madhe, nga shkaku që shumica e njerëzve dhe tash kur na shohin edhe një njeri që nuk e njoh, më ka ndodhur, më ndalë rrugës, dhe më thotë, bravo, shumë bukur keni qenë ja dolët. Sidomos nxënësit, duke menduar që kori është i imi, dhe mendojnë që unë jam ajo që i kam... Më parashtrojnë një pyetje arsimtare, shumë bukur ke këndu, do me thënë, janë ato gocat aty të tuat, apo si? Jo, thash, arsimtare jemi gjithë bashku aty, kuptan. Dhe vërtet është një arritje shumë e madhe, megjithse në jetën time profesionale si soliste kam pasur ndryshe arritjet, nuk kanë të bëjnë me këtë, kuptan. Pasi që kjo është një show talent ku të gjithë kanë të drejtë të shfaqin talentin e tyre, dhe për mua ishte diçka, thash, një eksperiencë shumë e veçantë. Mirë po të bëj krahasimi nga ajo se nuk mundem ta bëj pasi nuk është... Nuk janë paralele. Ajo është personale, kjo është, do me thënë, në grup. Megjithatë një eksperiencë shumë e bukur, e suksesshme, është e veçantë dhe është e suksesshme, do me thënë ti për herë të parë shkon si kohë shfaqjes në një show talent, i cili e shiqon e gjithë shqiptaria kudo që janë, dhe vërtet është një sukses shumë i madh, sidomos për këto zonja. Sidomos për këto që në këtë moshë
e morën një hap shumë të rëndësishëm dhe ja vleti që ja dolen me sukses. Grupi i grave Teuta për çfarë mund të themi shquhet? Pra cilët janë disa elemente që e karakterizojnë këtë grup? Grupi karakterizohet me qëndrueshmërinë. 20 vite të qëndrosh vertikal, kush gjë e thjesht. Karakterizohet me përshtatshmërinë, me fleksibilitetin, do me thonë hajde këtu e ande, edhe këte e kanë. Karakterizohet me qëndrueshmërinë, me investimin kohor, do thush këto janë gjyshe dhe kanë kohë, por të merë kohë edhe e pjesa që duhet të organizohesh, të vishesh, të zhvishesh, të blejsh, të rregullohesh. Edhe kjo pjesë është pak sa e ngarkuar. Sigurisht. Të mendohesh a kemi, a s'kemi. Prandaj, kur vish në këto dilema, më duket vetja ndonjëherë them, ore, a kanë vesh njerëzit, a kanë sy. Se ne nuk përfaqësojmë vetveten, më në qa. Kërkush vjen në shtëpia tona të na pyetën a ke të hash, a s'ke të hash dhe si jetojsh. Ti si grup shkon përfaqëson qytetin, vlerat e qytetit, vlerat e kulturës, dhe sa do gjesh mbështetje është një pikë pyetje pastaj. Dhe unë apeloj ke të gjithë institucionet, sigurisht se po, pa emën, por edhe biznismenat që i kemi me xhepat plot, se ka shumë, Tetova ka shumë. Pareli sa të duash. Miliona marrin. Edhe po të investojshin në Gelatin Zeqiri, qka? Miliardera më i ka Tetova? Apo? Ekologu është miliarder. Ore, kjo shoqëri nuk duhet të kërkon lëmosh. Kësaj shoqërie duhet t'i ofrohet. Apo? 4 gjenerata janë nga fëmijët vetëm, nga të vetlit të mesëm, kujdi unë edhe 100 veta më ishim në sallë, 100 veta. Po kjo është bukuri, moj. Se di, a duhet ato syzat lupe të vavëndojmë, a veshët të vazgjanojmë, se qka duhet bëjmë, moj? Ha? Ju si mendoni? Unë edhe kërkoj edhe mendim, nëse jem gabim. Tashim që nuk keni gabim. Seriozisht e kom. Dhe kjo pjesë me iriton pak. Qka me... Ku jënë vlerat, ku jënë... Në kanë mbyt antivlerat. Dukja. Po që dukem sot e bukur, po për nesër? Ore shife për mbajtjen pak, mos e shif vetëm dukjen. Zoti na ka falë në një farform, do të bukur edhe ma pak të bukur ose shumë më të bukur. Se cili mbanat bukurin në vete, pa e vlera e mbrendshme, ajo nuk vdes, ajo nuk zbehet. Ajo jeton me ty, edhe atër kur krejt rrudhat e botës do t'i kesh në ftyrë, ti i ke vlerat tua. Edhe je bukur. E kur jemi këtu të vlerat, do me thonë, nesër është festivali Blexat, festivali për fëmijë, me mirënjohuri në Tetov, dhe mund të me vetëmi në Tetov, është edicioni 31 me radhë. Dhe ju si njerëz me shpirt artistësh, çfarë do ju kishi sugjeruar prindërve, si do ju kishi motivuar më shumë që fëmijët të marrin pjesë në aktivitetet të tilla, në për festivale të tilla, ku për herë të parë dalin në skenë, emocionet jashtëzakonshme të shohësh fëmijët në skenë, çfarë do ju kishi porositur? Oj zemër, do flas unë pak më shkurt, kjo më gjatë. Sepse Anita e ka pasur edhe vajzën. Bravo. Unë në këtë aspekt vetëm çdo prind që ka fëmijë. Në këto rrethana që jetojmë, shumë ma lehtë është fëmia ta humbën edukatën se sa ta fiton. Jemi në rregull. Kultura është ajo pjesa më e fortë që fëmiun e edukon. Të jetë në një rreth më të gjerë, të dihet të konkuron, por jo të konkuron për vend të parë. Të jetë pjesëmarrës, ta mësosh fëmiun të marrish pjesë, ti jesh pjesë e këtij
evenimentit, apo? Normal se një fëmi i cili nuk është muzikal, nuk mund ta çosh me zor, se kemi edhe ashtu prind. Pagun, nuk e di sa pagun për t'ja bot tekstin, me detyrim, nuk është kënga, po ka shumë fëmi melodik, kanë ritëm, kanë edhe vokal. Ori, investoni aty ku fëmija i ka aftësit e vetë, dhe unë besoj se shumë fëmi kanë mundësi të dalin, po tash, sa jenë prindët të angazhuar me fëmit, edhe kjo është një pikë pyetje. Sigurisht. Sa prindët marrin kohë për fëmijën? Apo japin atë telefonin e shkret mos qoftë? Mos qoftë që i ka bo fëmijët për kërkundi. Apo? Po, pikërisht. Nuk kanë fëmijët fantazinë e vetë, mëj. Unë i shoh edhe të rriturit s'kanë fantazi. Nuk kanë kreativitet në kokë. S'kanë? Pri ku do ta kenë? Unë nuk e di dy të dashuruar se si rinë karshi njëri tjetrin. Më duket inteligjencën artificiale e pyesin çka ti thëm Arianës se e dua shumë. Deri këtu ka arrit. Ashtu, pikërisht. Po nuk lexon ai roman? Ku i di çdo, nuk e di a e din ç'do të thotë dashuri, të dashurosh. Na mungon kjo pjesë, na mungon kjo pjesë sigurisht. Mungon se emocionet janë kërkundi. Apo? Anita, cili është vlerësimi yt për këtë festival, për këta fëmijë që duhet të jenë në skenë, edhe Zara yte ka qenë pjesë e këtij festivali? Do kyqem, do me thënë, në atë si prind do të flas. Çdo herë kam pas atë mendimi që fëmiu jem të di si është të shkoj në teatr, si është të shkoj në të ndjek një festival të fëmijëve, po qoftë edhe në koncerte ose diçka tjetër, nga shkaku që fëmiu ashtu edukohet. Edhe kur rritët, ajo e din, me thënë, fëmiu në fakt, se unë kam 2 fëmijë, megjithëse njënin e kam më aktiv, tjetri është më pasiv nga ajo që nuk i pëlqen faktikisht muzika, edhe pse ne jemi të drejtum në drejtimin e muzikës. Për prindët kisha thënë që është shumë, do me thënë, koha peshon që të kushtohen fëmijëve më tepër, që t'i mësojnë për, do me thënë, gjënat të cilët e kryojnë si personalitet një fëmijë, dhe të flasin pak më tepër për atë që është e bukur. Ose, një shembull konkret, kur vajza im së pari mori pjesë në festivalin Blezat, për herë të parë filloi me Blezat, ajo nuk dinte se çka është çmim. Dhe unë nuk ja imponova që ti them, ti do shkosh, po mos mu kthe pa çmim. Do me thënë e them direkt. Dhe duhet të mendohet një prind se si ushqen atë fëmijë, me rëndësi ishte vetëm pjesëmarrja. Edhe kështu që vajza ime, sot e kësaj dite kur del, nuk e lodhën veten ta breje ajo se una do marr diçka. Unë nuk dal nëse nuk marr diçka. Ajo do vetëm të dale, të jetë pjesëmarrëse një festivalit dhe t'i shtohen mirënjohjet në shtëpi që ajo kur do të rritet do ta kujtoj se prej kur ka fillu të merret me art, me kulturë, me muzikë, ti themi. Kështu që problemi është më shumë te prindët. Donjëherë ndodh që jeta është shumë e ngarkuar dhe vjen koha që ka ardhur një kohë, ti themi, që s'kemi kohë për fëmijët tanë. Flas në përgjithësi, megjithëse unë ndaj kohë për fëmijët e mi, qofte edhe pak, po u përkushtohem në një farë aspekti kur ka diçka edukative. Zënat e nderuara, unë ju falenderoj shumë, ju përgëzoj për këtë sukses të madh që keni arritur dhe faleminderit që na bëni krenar edhe jashtë vendit tonë. Ju dëshiroj shumë suksese, shëndet edhe uroj që sërish ju kemi në emision me suksese të reja. Faleminderit shumë. Dhe ty falemderë se dashur në atë busqeshje ta unë gjithmonë. Edhe më se ndrysho. Edhe në rrethanat e jashtme. Të bon karakteristike. Ëmbëlsinë e ke pak më ndryshe. Faleminderit, shumë faleminderit për fjalët e bukura. Faleminderit Anita shumë. Ariana gjithashtu. Faleminderit. Kënaqësi gjithmonë që kemë në emisionin tonë. Faleminderit shumë. Kënaqësi edhe për ne. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës. Ju vazhdoni që ndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.